Lulishta pranë universitetit mbeten ndër hapësirat publike më të preferuara nga qytetarët. Në këtë hapësirë relaksuese vëren që qëndrojnë grup mosha të ndryshme, kryesisht janë pushuarit të cilët kalojnë kohë më tepër. Pa kohë më parë në këtë park është bërë dhe një ndërhyrje për riparimin e stolave, tavolinave si dhe këndit të lojrave për fëmijë. Ky është vend pak relaksues sepse pema gjithçka natyrës është e lidhur me njeriu. Energjia e mirë që ne këtu e marrim në një. Nëse në qytet, qyteti është kaos. Këtu merr atë qetësinë e natyrës. Shumë mirë është. Pastërti ka, ata punëtorë di shoh se punoj. Edhe mirë është, se këtu që tanë pensionista e tanë që vinë e lozin ndamina, dikush shë, jo shumë mirë është. Po ka edhe diçka për shembull. Ja fillon në rus, plest. Duhet me ullë me pushu dikun, nuk ka i stëll. Duhet me pas, jo vetëm me vun stolat në Lulishta, po alla dikun mja gjetë mundësinë rrugës kryesore, me gjithë me pushu pensionista, se këtëri të ecin biçikleta, ecin vrap kështu, se kanë problemet punë, merën e kanë si për sport. Arko mirë bëllame, s'kena ku me dollë, s'kena WC, të shsa kohë kërkojmë WC-n, me thonë drejten. Po për ditë marë, ku kena me kalu kohën, vim lozim do mina ito. Shqetësimi kryesor për të pushuarit vjen të jetë ndërtimi i banjove publike, e cila mungon prej shumë kohësh dhe mbetet kërkesa kryesore e të pushuarve, të cilët kalojnë orë të tëra pranë këtij parku.